Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit mars edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit të shkurt që ende s'ka përfunduar, videot e javës, videon e eklipsit, sepse kanë ndikimet e veta, por dhe video me tema për dashurinë. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, do fillojmë në lidhje me 10 ditëshin e parë, fillimi të lindurit në fillim të 10 ditëshit parë. Do jetë një muaj pak i vështirë për ju, gjithsesi do përballeni me disa sfida, do keni situata të pafavorshme, gjithsesi është një periudhë që ju do ta kaloni dhe do ketë rrethana të pak të vështira në marrëdhënie, në partneritetet tuaja ose në marrëdhëniet ndërpersonale. Mund të merrni një zhgënjim në këto lloj marrëdhëniesh, një person mund t'ju lëndoj me qëndrimin e tij ose të saj. Gjithsesi, nga ana profesionale dhe aty do keni pak probleme, do keni disa tensione që do shfaqen, vështirësi që mund të lindin, por gjithsesi janë gjëra që do kalojnë. Do keni disa pengesa gjatë këtij muaji, mund të jenë të pakapërcyeshme. Megjithatë, ju do mundoheni t'i zgjidhni dhe t'i përballoni me inteligjencën tuaj dhe me kreativitetin tuaj. Është një periudhë vërtet pak e vështirë për ju, por ju do merrni vendime dhe duhet keni kujdes se mund të merrni vendime të nxituara. Në lidhje me bashkëpunimet ose mund të keni dhe keq kuptime. Gjithsesi është mirë që të menaxhoni nervat gjatë këtij periudhe, gjatë këtij muaji ose ndikime negative. Më vjen keq unë kur ka gjëra jo të mira e kam shumë të vështirë të flas. Gjithsesi, kjo gjë do t'ju bëjë më të fortë, ju do jeni përballë disa sfidave, por do t'i përballoni me inteligjencë, me përkushtim. Në mes të këtyre vështirësive duhet kujdeseni edhe për partneritetet tuaja, ose për partnerin, për partneren tuaj. Gjithsesi është është një muaj që ju do bëni dhe disa pastrime në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni, një lloj shfaqësimi që do ndodhi në lidhje me situata të ndryshme, por duhet jeni thjesht të duruar. Dhe vazhdojmë në lidhje me pjesën e dytë të 10 ditëshit të dytë. Ju do keni, nuk e do jeni shumë emocional gjatë kësaj periudhe, nuk është se do jeni shumë të prekur, do ketë dashuri fatale, ju do ndiheni shumë të këndshëm gjatë këtij muaji, do keni emocione të forta, do keni pasion, por do keni edhe ankth. Kështu që gjithsesi është një muaj ku do merrni rezultate të mira në lidhje me punën. Është diçka, këto rezultate do t'ju çlirojnë, do t'ju bëjnë që ju të ndiheni më mirë. Do keni gjëra interesante të reja në jetën tuaj, por ju do filloni edhe të lëvizni drejt qëllimeve që i keni vendosur vetes. Do jeni shumë të frymëzuar, por do keni dhe sukses në lidhje me punën, por do ketë dhe zhvillime të mira. Është një muaj mirë në lidhje me ju, do keni përfitime të rëndësishme, por dhe fati do jetë në anën tuaj. Por këtu flasim, fati është me ata që guxojnë, që të paraqesin ato planet e tyre që mund të kenë mbajtur në sirtar deri në këto momente, ose në lidhje me veprime të guximshme që mund të keni në jetën personale, duhet bëni hapa sepse universi ju mbështet. Gjithsesi kemi fitore në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me pjesën e dytë të 10 ditëshit të dytë. Ju do keni disa situata pak të trubullta në vendin e punës, ndoshta disa ndërprerje në punë, ose disa tensione me kolegët tuaj, ose mund të jenë dhe pengesa në lidhje me projektet tuaja, dhe është diçka që do t'ju trondisi pak. Duhet keni kujdes në lidhje me aksidentet te vendi punës, por gjithsesi mund të jenë për shkak të një gabimi të pavëmendshëm. Duhet jeni thjesht të vëmendshëm. Gjithsesi ju do harrini një lloj suksesi te vendi punës. Kështu që do keni njohje profesionale, ju do harrini të realizoni qëllimet tuaja dhe këtu do gjeni suksesin, flasim për gjithë ata që i vendosin qëllime vetes, do keni një oreks të madh për punë ose
për të mbyllur kapitull të vështirë që ju keni pas në jetën tuaj. Gjithsesi deri në fund do t'i kapërceni edhe këto situata. Duhet gjatë këtij muaji duhet të keni kujdes në lidhje me vështirësitë ose të mbani pak ato nervat në lidhje me problemet që mund t'ju shfaqen gjatë këtij muaji. Dhe vazhdojmë në lidhje me pjesën e dytë të 10-ditshit të dytë. Ju të pjesës së dytë të 10-ditshit të dytë është një periudhë e mrekullueshme. Ju do keni sukses, do keni njohje profesionale, do keni ngritje në detyrë, do jeni, nuk e di, çdo gjë te vendi punës do t'ju sjellë buzëqeshje. Gjithsesi është një muaj ku ju do keni fryte në lidhje me punën tuaj, do keni marrëdhënie të reja romantike, por edhe profesionale, miqësore, por do njihni njerëz komplet ndryshe, me një model komplet tjetër. Gjithsesi do keni zgjidhje në lidhje me disa situata toksike ose persona toksik që janë në jetën tuaj, mund të shfaqen njerëz edhe të tillë që nuk janë në valët tuaja, por suksesi dhe zhvillimi do jetë aty për ju. Është një muaj shumë i mirë, do mbyllet shumë mirë në lidhje me ju dhe nga ana psikologjike do keni momente shumë të mira. Është fantastike në lidhje me ju. Atëherë vazhdojmë në lidhje me 10-ditshin e tretë të lindurit në fillim të 10-ditshit të tretë. Edhe për ju do jetë një muaj i mirë, i krahasuar me muajin e kaluar. Ju do jeni më të qetë, do arrini të stabilizoni situata, do keni lajme të mira te vendi punës. Ju do keni momente të këndshme gjatë këtij muaji, por do përmirësoni edhe situatat te vendi punës, do jeni më të relaksuar. Dikush mund të shohë dhe talentin që ju keni te vendi punës, por dhe mund t'ju vlerësoj për këtë, ndoshta në heshtje, por gradualisht vlerësimi në lidhje me këto talente që keni do marri për masa të tjera. Do keni pushime, argëtime, por do jeni dhe më të freskuar, më të rigjeneruar. Është një muaj i mirë edhe në lidhje me ju, do jeni shumë pozitiv gjatë kësaj periudhe. Dhe vazhdojmë në lidhje me pjesën tjetër. Ndoshta u ngatruan këto 10 ditëshet, po ky është 10 ditëshi i fundit dhe ky ishte 10 ditëshi i parë, ishte pjesa e parë e 10 ditëshit të tretë dhe pjesa e dytë e 10 ditëshit të tretë. Për ju është një periudhë që shpengimi, ndoshta ato vështirësitë do mbyllen që keni kaluar deri në këto momente, do keni ndryshime të rëndësishme në jetën tuaj. Më në fund mund të gjeni një punë më të mirë, ose në qoftë se ishit pa punë do gjeni një punë, do paraqesni mundësitë që keni për të ndryshuar në lidhje me kurse ose diçka tjetër, por ju do keni ndryshime të rëndësishme dhe do hidhni themelet e jetës tuaj. Do jetë një muaj pozitiv, që do keni ndryshime pozitive, që do sjellë para në xhepin tuaj. Do keni një pushim të rëndësishëm ekonomik, nuk do keni shpenzime ose nuk do keni bëni gabime në lidhje me anën ekonomike. Gjithsesi është pozitiv si muaj. Është ndoshta ju keni kaluar dhe një periudhë të gjatë, pak të vështirë, por gjithsesi është suksesi juaj dhe ngritja juaj gjatë këtij muaji. Ju mund të fitoni përsëri edhe nga ana ekonomike, fati do kthehet përsëri në anën tuaj. Duhet të shfrytëzoni rastet dhe qëllimet që ju keni vendosur vetes që do dilni fitimtar. Dhe shohim çfarë na thot taroti në lidhje me shenjën tuaj, çfarë energji do na vi. Atëherë jemi te energjia e zjarit, shenjave të zjarit dhe shenjave të ujit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, ose mund të keni të bëni me këto shenja. Ju shoh që keni kaluar shumë vështirësi, mund të jenë vështirësi në dashuri për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër mund të jenë vështirësi në marrëdhëniet tuaja, në familjen, te vendi punës, nga ana ekonomike, por gjithsesi unë shoh që do t'rregoheni të kujdesshëm gjatë fillimit të javës së parë. Dhe në mesin e javës së dytë ju shoh një person vjen drejt jush. Këtu flasim për pjesën e beqarëve, për gjithë ata që mund të kenë lënë një histori mbrapa që i ka krijuar probleme. Ose në rastin tjetër mund të jeni po në këtë njohje ose në këtë lidhje ku mund të keni kaluar probleme,
dhe do t'rregojeni të kujdesshëm me këtë person. Mund të jetë edhe një person që është karizmatik, është një person që është gjatë gjithë kohës në lëvizje, është një energjizjar i këtu. Por gjithsesi, ju gjatë mesit të javës do jeni në lëvizje, në lidhje me gjithçka, në lidhje me kontratat, në lidhje me punën, do keni një ofertë pune, mund të jetë një bashkëpunim, një partneritet, por që ju vjen një ofertë gjatë mesit të javës. Dhe në fund të javës shoh një çlirim shpirtëror, lajme të mira në lidhje me ju, por për pjesën e beqarëve shoh që është një person që ka emocione në lidhje me ju. Atëherë vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë jemi te karta e budallait, që është energji toke, është energjia e shenjës së demit. Gjithsesi ju shoh që jemi te energjia e tokës përsëri dhe jemi përsëri te energjia e shenjës së demit. Ju mund të keni ascendentin ose anën në këto shenja, por mund të keni dhe lidhje me këta persona të këtyre shenjave. Mund të jenë energji toke. Gjithsesi, shoh që ju dëshironi të riskoni në lidhje me një dashuri. Ndiheni shumë entuziast në lidhje me këtë dashuri dhe thoni që unë do riskoj me këtë person. Për pjesën tjetër, ju dëshironi të çoni njohjet, lidhjet, marrëdhëniet përpara. Ndiheni shumë entuziast. Ju me marrjen e një lajmi, me marrjen e një oferte në lidhje me punën, ju do jeni të gatshëm direkt për të riskuar me këtë punë. Pavarësisht se sa ju mund të jeni se sa nuk e di, ndoshta zgjej fjalën, më vjen keq, sa eksperjenca mund të keni në lidhje me këtë ofertë që ju vjen, por ju përsëri do doni të riskoni me këtë punë. Ose në rastin tjetër të çoni punën që keni para, atë karrierën tuaj, por edhe profesione të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi në mesin e javës ju shoh që merrni disa para dhe do ndiheni dhe më të sigurt. Për pjesën e personave që dëshirojnë të futen në një njohje, do ndiheni më të sigurt në lidhje me këtë person. Do keni më vetbesim, por për pjesën tjetër do merrni një shumë të konsiderueshme parash në lidhje me këto fillime të reja. Mund të jetë dhe një biznes i ri, mund të jetë një aktivitet i ri, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Dhe unë shoh që merrni një shumë të mirë parash. Në fund të javës shoh një takim me një person, për pjesën tjetër shoh një bashkëjetesë, një fejes, një martes, nuk e di, por diçka finalizoni këtu. Ndërsa për një pjesë tjetër, për gjithë ata që do kenë fillime të një biznesi, partneriteti, të një pune të re, unë shoh që ju do lidhni një kontratë në fund të javës dhe do ndjeni të sigurt në lidhje me këtë kontratë që do lidhni. Gjithsesi, në energjia e qendrës tregon vetbesim të lartë në lidhje me ju. Ju do ndjeni më të sigurt në lidhje me çfarë do lloj gjëje që do bëni gjatë këtij muaji. Atëherë jemi te energjia e shenjave të tokës dhe energjia e shenjave të zjarit. Në fillim të javës së tretë, ju shoh që do ndiheni në dilema, edhe pse vendosni dhe ndiheni të sigurt në javën e dytë në lidhje me një bashkëpunim ose në lidhje me një fejesë, martesë, me një person të caktuar ku ju dëshironi të riskoni, ju do futeni përsëri në dilema. Do filloni të vini gjërat në peshore, duke parë nëse duhet të vazhdoni me këtë person ose jo. Gjithsesi ju shoh përsëri që do i besoni te ky person, edhe pse ndiheni në dilema, për të bërë këtë fillim të ri. Do i besoni nga ana emocionale, flasim gjithmonë. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jeni midis dy punëve, ju lidhni një kontratë, dëshironi të filloni diçka të re, por futeni në dilema në fillim të javës së tretë në lidhje se mund të keni dhe një punë tjetër dhe duhet të lidhni dhe një kontratë tjetër, ndoshta s'rakordojnë ato oraret ose diçka tjetër. Por mund të jeni midis dy personave, mund të jeni midis dy situatave ose dy çështjeve të ndryshme që ju mund të doni të jepni zgjidhje. Por mund të merrni dhe mund të keni dhe dy kontrata në të njëjtën kohë. Dhe në mesin e javës shoh që ju do filloni të rrisni të ardhurat tuaja. Do rrisni të ardhurat tuaja, një fillim i ri, përsëri shoh kontrata, por ju do punoni me shumë pasion në lidhje me këtë
me këtë punë ose me karrierën tuaj ose për gjithë ata që mund të bëjnë një fillim në një biznes ose diçka tjetër, unë i shoh me fitim prurse janë. Do ulem pak fare në javën e tretë, por gjithsesi ju përsëri do t'i shtoni këto fitime. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë në javën e 4 kemi të bëjmë energjitë shenjave të tokës, kemi shumë fort energji toke këtu dhe energji zjarri. Ju mund të jeni shumë me këmbë në tokë gjatë këtij muaji, por shoh edhe një energji shumë të fortë të zjarrit këtu. Kemi energji të shenjave të ajrit që jeni ju vetë, por dhe kemi dhe energji të shenjave të zjarrit. Gjithsesi u shoh në një fillim të ri përsëri. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, për gjithë ata që fillojnë, ka fillime edhe në javën e 2 dhe javën e 3, por ka dhe në fillim të javës 4. Ju dëshironi të jepni fund një lodhje të gjatë për të bërë një fillim të ri, dhe ju shoh që do jeni në pritje të kësaj. Mund të prisni një përgjigje nga një person që mund ta keni dhe në distancë. Në rastin tjetër, por mund të jetë diçka që është në distancë, ju ka lodhur shumë dhe ju dëshironi të jepni fund dhe ndoshta ky person mund të vijë dhe jeni në pritje të këtij personi. Ndërsa për pjesën tjetër është një fillim i ri ekonomik. Ju keni punuar shumë fort, shoh, mund të keni bërë 2 punra, mund të keni mbajtur shumë përgjegjësitë e vendit punës, mund të mbyllni një projekt, një bashkëpunim për të filluar diçka tjetër dhe do jeni në fund të javës, do jeni në pritje të një përgjigjeje. Ose për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me pritjen për të larguar nga një qytet në qytetin tjetër, nga një shtet në shtetin tjetër. Ju mund të jeni në pritje të një përgjigje të vendi punës, por mund të merrni përgjigje nga më të ndryshme, varet çfarë prisni ju. Por në fund të muajit ju shoh që jeni në pritje, ose mund të jeni në pritje të një udhtimi. Dhe marrim një mesazh nga anjët dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. U zgjata pak te kjo video. Atëherë, ju shoh që jeni gjithçka, do me thënë që keni kaluar paguhet, thot, në kuptimin shpërblehet, mund të them. Shpërblehet, në qoftë se ju keni kaluar vështirësinë në dashurinë, atëherë ka ardhur momenti që t'ju shpërblehet. Në qoftë se ju keni kaluar vështirësinë në marrëdhëniet tuaja, në punën tuaj, me fëmijët tuaj, ose edhe me situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni, atëherë ato do largohen. Ka ardhur momenti që largohen. Dashuria është vetë jeta, ju thot. Dhe ky mesazh është shumë i bukur në lidhje me ju dhe është shumë kuptim plot. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj përsëri një muaj të mbarë dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë një mbasditë sa më të këndshme.